Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Java e parë e sfidës time 100 ditore përfundoi. Ishte një javë e cila mund ta themi jo shumë e lodhshme, por duke patur parasysh që aktivitetet që neve kemi zgjedhur duhet të bëhen le të themi shprehi dhe zakone, gjithsesi pati disa sfida dhe pati disa peripeci ku unë në fakt nuk i kisha imagjinuar që do shkonin në këtë lloj forme dhe në këtë lloj mënyre. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë quhem Indrit Abdiu, jam konsulent imobiliar dhe themelues i Pronex Real Estate, agjenci imobiliare me pozicionuar në Tiranë. Atëherë, sfida ishte kjo. Në këtë sfidë ne kemi vendosur për të ndjekur një sër aktivitetesh në përditshmërinë tonë si një konsulent imobiliar për të dokumentuar këto aktivitete dhe për të dokumentuar të gjithë procesin si një lloj shqenje ku tregohet se si disa aktivitete kur vendos për t'i marrë arrin që të gjenerojnë biznes apo nuk arrin të gjenerojnë biznes. Dhe në fakt, duke patur parasysh që në këtë javë ne i ndoqëm në mënyrë konsistente këto aktivitete, mund të themi me plot gojë që këto aktivitete po gjenerojnë biznes. Dhe ka filluar fundi i kësaj jave që të gjenerohet biznesi në mënyrë më të vazhdueshme. Atëherë, si pjesë e këtyre aktiviteteve, dy më të rëndësishme ishin prospekti, pra unë personalisht kisha vendosur që të bëj prospekt duke dërguar mesazhe në social media, Instagram, LinkedIn, po gjithashtu dhe duke u përballur përpara njerëzve face to face, dhe të themi drejtën e kam bërë çdo ditë të gjatë kësaj jave, përveç se një dite ku nuk për shkak të disa detyrave të tjera që na dolën, të cilat nuk ishin të bënin në mënyrë direkte me biznesin, të gjithë ditët e tjera i kam ndjekur si procese. Prezantimi ball për ball ke njerëzit, face to face, si një person që merren me pasuritë paluajtshme, në këtë javë më ka gjeneruar 2 lica, të cilët si lica i konvertuam edhe si klient. Por në fakt, nga ajo çfarë unë prisja, do doja që të kisha gjeneruar akoma më shumë dhe ndoshta duke e parë gjithë këtë vijimsinë e kësaj sfide apo edhe në javët e tjera, mund të identifikojmë nëse do duhet të ndryshojmë diçka në mënyrën se si ne komunikojmë apo skriptin se si u prezantohemi njerëzve. Megjithatë, këto do ta shikojmë në vijim. Një nga aktivitetet e tjera që unë kisha zgjedhur, pa aktiviteti i dytë që ishte po prap i rëndësishëm, është follow-up i klientëve. Dhe është për të çuditur se si në këtë javë që unë kam ndjekur këto aktivitete, kupton se për shkak të follow-upit humbet biznes. Pra, një javë e cila ishte një javë përkushtuar duke bërë follow-up të klientëve, arrin të shikosh dhe të identifikosh që klientët shpesh ndoshta nuk të përgjigjen që në herën e parë, ndoshta nuk përgjigjen që në herën e dytë, nuk përgjigjen në herën e tretë, nuk përgjigjen në herën e katërt, për arsye nga më të ndryshmet. Tregu është super dinamik, konsulenti imobiliar ka pafund, informacion rreth tregut, rreth pronave ka pafund dhe mund të gjenden kudo. Diferencën që do ta bësh ti si konsulent imobiliar e bën vetëm nëpërmjet follow-upit, pra duke i qëndruar shpesh në komunikim të vazhdueshëm klientit. Megjithatë, çfarë nuk na shkoi mirë gjatë javës së parë të sfidës time 100 ditore? Një nga problematikat që unë dhe sfidat më të mëdha që unë kisha identifikuar ishte dhe gjumi. Dhe në fakt e identifikova dhe gjatë kësaj jave ku gjumi nuk ishte si një burim aq shumë i mirë energjie, për arsye se nuk ishte në mënyrë shumë konsistente, në orare konsistente të fjetjes, po gjithashtu dhe të zgjimit. Dhe për mua, si një konsulent imobiliar që dua të bëj diferencën, është patjetër e nevojshme që zgjimi të jetë shumë herët dhe të nis ditën me një produktivitet, me energji ndryshe nga të tjerët. Për arsye sepse kam identifikuar që sa herë që unë zgjohem herët dhe zgjimi ishte bëhet fjalë për në orën 5 të mëngjesit, mund të arrij ta mbyll shpejt palestrën dhe mund të karikohem me energji për
vijimin e përditshmërisë time, duke nisur edhe detyrat që shumë më herët se sa të gjithë. Nuk e di, unë kam vënë re që një pjesë e mirë e konsulentëve imobiliar fillojnë ditën e tyre diku rreth orës 9:30 që mund të arrijnë në zyrë aty, pinë një kafe që u shkon deri nga ora 10:30, 10:30 bëjnë 2-3 shkëmbime me kolegët e tyre dhe le ta themi që dita u fillon rreth orës 11:30 dhe më pas mendojnë që pse nuk po ecën kjo punë. Shumë e rëndësishme që të zgjohesh herët. Pjesë e këtyre konsulentëve imobiliar kam qenë dhe unë, që mos të them për të gjithë, dhe prandaj dhe po e bëj këtë video për të treguar se ku çalon gjithë problemi i këtij biznesi, pra i biznesit të pasurive të paluajtshme. Megjithatë, do të shikojmë se si në vijim të përpiqemi që ta përmirësojmë këtë element i cili duhet për të mirësuar. Gjatë javës së parë kam arritur të identifikoj disa mësime, të nxjerr disa mësime dhe të cilët do jenë shumë të rëndësishme për vijimsinë e kësaj sfide. Dhe mësimi i parë që un kam nxjerr për gjatë kësaj jave është ky. Ushqimi dhe gjumi mund të jenë burime shumë të mira energjie, por nuk do të bëhen asnjëherë burime energjie më të mëdha se qëllimi i zjarrt që ke. Pra, vura re që edhe pse kisha disa problematika në gjumë, edhe pse për shkak të dinamikës ndoshta ushqimi nuk ishte në nivelet kur unë do doja që të kisha për të patur energji më të madhe gjatë ditës, sidomos në ato ditët kur unë kam bërë stërvitje që në mëngjes, prap për arsyen e vetme se kisha vendosur dhe qëllimin e kam shumë të madh që ta përfundoj me sukses këtë sfidë dhe të bëhemi shembull shumë i mirë për gjithë konsulentët imobiliar, kisha një lloj energjie që nuk e prisja në fakt dhe që nuk më ndodhte që ta kisha më përpara, ose më ndodhte vetëm gjithmonë në momentin kur unë ndoshta mund t'ja kujtoja vetes një qëllim të caktuar. Mësimi i dytë i kësaj sfide që arrita të nxjerrja gjatë javës së parë të sfidës time 100 ditore ishte ky. Asnjë klient nuk të kërkon dhe nuk të gjen dot nëse ti nuk je aty kur ai ka nevojë për ty. Në këtë botë fiton ai që shfaqet sa më shumë dhe ai që ka kontakte sa më shumë me klientët. Pse? Sepse shpesh ndoshta në gjithë rrugtimin tim si konsulent imobiliar, duke provuar dhe gjëra të ndryshme, mund të mendoje në një herë që ja po ta lëm të shikojmë se të kategorizojmë klientët, mos ndoshta ai do më kontaktoj mua, do më gjej vetë nëse do e ketë nevojën, nëse do ta marrë apartamentin do më kthej përgjigje vetë. Jo, ne jemi ata persona që duhet që të qëndrojmë atyre gjithmonë kur ata të kenë nevojë për ne. Ne do të bëjmë diferencën duke u dhënë konsulencë atyre, ne do bëjmë diferencën duke u dalë dhe duke u ofruar për të bërë biznes me këta klient. Ndërkohë, mësimi i tretë që unë kam arritur të nxjerr në javën e parë të kësaj sfide është: nëse do të fitosh në biznesin e pasurive të paluajtshme, bëu mjeshtër i follow-upit. Nëse nuk e zotron këtë aftësi, nuk je duke konkuruar, por je thjesht duke shpresuar. Kjo ishte miq një përmbledhje e javës së parë të sfidës time 100 ditore. Do të shikojmë se si java tjetër në vijim do vazhdoj, nëse do arrim ti rregullojmë elementet që përmenda pak më parë, të cilat nuk kishin elemente të cilat unë do doja t'i kisha në atë lloj forme, dhe të shikojmë se si java e dytë, çfarë mësimesh do të nxjerrim nga java e dytë dhe çfarë rezultatesh do arrim. Shihemi në javën tjetër me një tjetër video dhe nëse ty të ka pëlqyer kjo video, të ftoj të bësh like dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube.